Ndryshe nga pjesa e parë, sot gjejmë pak hapësirë për të folur për një temë krejt tjetër, por natyrisht një rëndësie të vet për secilin prej nesh, siç është pavarësia financiare. Do të flasim për rëndësinë, për mundësitë që i jep Kosova për shoqërinë tonë, po ashtu edhe për disa statistika ndërkombëtare për këtë temë të rëndësishme. Bashkë me ne në studio janë Malbora dhe Leo. Mirë se erdhët. Si gjithmonë, knatësi. Dhe Tonin e kemi në një lidhje të drejt për drejt nga Londra e bukur. Toni, përshëndetje. Përshëndetje nga Londra e mrekullueshme. Edhe nga Prishtina e mrekullueshme, po jo si Londra. Aty, me mat jemi njëjtë. Po, këto ditë, po, madje Diana kanë kritikuar që kemi qenë shumë nervoz, po s'ka qenë fajit e ne, ka qenë te moti që kemi pasur atë disponim, besoj që me këta mysafir që i kemi sot. Ka ndryshuar pak, po. S'ka mundësi mos me qenë buzëqeshur. A le t'ja bëjmë një urim sot Leo pak me çka që në një ditë veçantë, po pa plan, kështu është dashur na tregu më herët që ki ditëlindje Leo. I bëfsh edhe 100. Edhe 100. U plaksh. Urime. Faleminderit. Malvora, qysh i uron ti zakonisht ditëlindjet? Sa ta pyes Leo, në cilën gjuhë të botës don të urojmë? A mund të urojmë në anglisht, në gjermanisht, në shqip, në italisht? Përshtypje që në shqip, është tradicional. Së më prish punë, mjafton qërimi me vonë prej zamrës për tjera, të mandej qysh do qëtër çfarë dëgjuar. Zakonisht për ditëlindje këndoj kjo nga Happy Birthday to you, kurse ne në Shqipëri kemi pas një këngë tjetër, nuk e dija një në përvjetor të ditëlindjes tënde, këto dhurata mbi tavolinë, dhe midis tyre një glop të vogël, shoqet e klasës ta kanë në sjell etj. Gjithmonë lidhesh me kënga e ditëlindjes, lidhesh me Shqipërinë, komuniste, po. Leo, besoj e kënaqur me këngën. Edhe me këndimin tim me gjithë. Aja, dhe që me Leo, mjafton pa prej zamrës me gjemë. Po ku për din ti që po vjen prej zamrës, Leo? Vrejet urime kur është sinqert. Me dhe prej zamrës? ka afër. Ishte prej zamrës? Toni, do të kemi të këti pas pak, se do të anisim natyrisht me studion, do të anisim me Malborën, duke i dhënë hapësirë. Malbora tha në fakt fillim, unë do t'ju tregoj si të shpenzoni para dhe ju si të kursani, po pavarësia financiare natyrisht shumë e rëndësishme, sidomos po flasim për të rinjt dhe sidomos nëse e marrim parasysh të shoqërinë tonë për vajzat e reja. Malbora, a jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e pavarësisë financiare? Tani paraprakisht unë mendoj që pavarësia financiare nuk ekziston, sepse ne jemi gjithmonë të varur financiarisht nga shumë aspekte të ndryshme. Ne mund të flasim për një liri financiare. Po jo për një pavarësi financiare. Pavarësia financiare varet nga elemente ndryshme si edukata e të marrurit në ambientin, le të themi, në ambientin familjar, si jemi rritur të sillemi me të ardhurat, të jemi mësuar të fitojmë, mënyra se si jemi mësuar të harxojmë, si të kursejmë, si të gjenerojmë të ardhura, të gjitha këto luajnë një faktor. Pa nuk është kaq e thjeshtë siç duket. Themi pavarësi ekonomike edhe aq. Absolutisht. Në Gjermani ne flasim gjithmonë edhe për një relat që ne krijojmë me të ardhurat. Dhe flasim gjithmonë për një liri financiare, e cila është gjithashtu individuale, sepse dikush i mjafton pak të ardhura, jetë shumë i lirë, edhe shumë i kënaqur në ato rrethana që jeton, por dikush tjetër nuk i mjaftojnë. Ne në Kosovë themi kënaqet me pak. Me pak. Bukë e kryp e zemër. Këtë mos pavarësi po e lidh me faktin që ne gjithmonë jemi të varur nga paraja, por në fakt si term njet, kjo pavarësia financiare që duhet të ekzistojë. Po, figurativisht përdoret. Po edhe liri ishte e bukur, gjithsesi. Unë flas gjithmonë për lirinë financiare, sepse nëse ne krijojmë të ardhura dhe fitojmë atë lirinë që ne dëshirojmë të kemi, atëherë është e mjaftueshme. Domethënë është mendoj është një kind of mindset që ti ke ose marrëdhënie që ti ke me lekun, me euron, me dollarin, me monedhën. Edhe është diçka që unë mendoj që ne si fëmijë fillojmë dhe edukohemi me të. Domethënë si e shikojmë të ardhurën. Unë njoh shumë njerëz, sepse unë vi nga fusha e sigurimeve të financave, që gjenerojnë shumë të ardhura, por nuk kanë as pak kursime, sepse leku që në moshë të vogël është mësuar që leku është i keq. Njerëzit që kanë lek janë njerëz me këqij, janë njerëz anadollak, janë njerëz që mashtrojnë. Lekun e kanë bërë me korrupsion, lekun edhe ti automatikisht nuk krijon marrëdhënie të mira me lekun. Nëse ti nuk di të kursesh,
ti nuk mund pasurosh, është matematikë shumë e thjeshtë. Çfarë marrëdhënie ki Leo me lekun ti në këtë rast? Me lekun e Shqipërisë. Tërhiqe mos koput. Pajtona me ata që ka tha Malbora, pavarësi financiare nuk nënkupton gjithëherë veç sokim pore, ose veç me pos pore, po është edhe ideja qysh na i morën, fillimisht ato e mandej edhe qysh veprojna me ato sa i kim, qartë sa i kim. Dikush, edhe tha dhe Malbora, mundet më një shumë i lirë, shumë i knoqën, me shumë pak, dikush tjetër, bile sa ma shumë që t'kish pore, ma ndi rritet edhe standardi jetës, kështu që prap qaty jena, të njëjtin stres nështë që ka dikush që e merr rrugën 700 euro, ka dikush që e merr 1 milion, 2 milion muj, paka shumë është qaty. Ai ka standardin ma fort. Dyshojnë këta. Po standardi është më lartë. Standardi sa më lartë tjetë. Sa më lartë, aq më shumë janë. 1 milion dhe 2 milionshit ka stres tjetër. Aq më shumë janë shpenzimet edhe stresi është një tjetër. Edhe stresi është një tjetër që pastaj lind pyetja, a jemi të lumtur? Dhe nëse nuk jemi të lumtur, a jemi të lirë. Domethënë janë gjitha faktore që varen nga njëra tjetra. Kështu që duhet jemi dakord me relat për të me paran. Po. Është diçka që do ta mësojmë. Sugjeru me shku andej nga Shqipëria shumë shpejt në emisione. Ne jemi mësuar për shembull, ne jemi vim nga një vend komunist. Unë jam rritur në një vend komunist ku leku është armik i popullit. Të gjithë duhet kemi një soj, të gjithë duhet fitojmë një soj dhe të gjithë duhet jemi barabartë. Me këtë mindset jam rritur unë, por më ka dash shumë punë. E ke ndryshuar rrugës, po do dalim tani te eksperiencat personale. Toni, pavarësi financiare apo liri financiare, cila është e duhura për konceptin që ne po flasim sot? Unë besoj në balansën e të dyve. Çdo gjë në jetë duhet një balans. Pse? Për shkak se nëse ne fokusohen atë pavarësia ekonomike, ne mund ta humbim lirin tonë. Dhe nëse ne dëshirojmë liri, s'kena pavarësi ekonomike, ata bin kundërshtim me njëra tjetrën. Dhe një gjë që është një alarm shumë i tepër, domethënë statistikat evropiane tregojnë se mbi 60% të rritjeve në Evropë nuk kanë kursime mbi 3 muaj nëse diçka ju ndodh në jetën e tyre. Dhe kjo vjen nga 5 sjellje që i kam përcaktuar gjatë 3 dekada që punoj në korporata ose me klienta privat. Së pari, sjellja e parë është shpenzimi emocional. Domethënë përdorimi i paras për të mbushur boshllëqe emocionale, jo për të ndërtuar të ardhmen e vetes. Sjellja e dytë është mungesa e planifikimit. Jetesa një rroge në të tjetrën, pa vizion, pa objektive ose me objektive jo të qartësuara dhe pa kursime. E treta është varësia nga të tjerët, domethënë mbështetja nga prindërit, nga partnerët apo shteti, si burim i vetëm financiar kur jenë në një jetë shumë të ngushtë financiarisht. E katërta, mos menaxhimi i zgjuar i paras. Domethënë mungesa e aftësive për të buxhetuar kursie dhe për investime të mençura. Dhe e pesta, varësia me sfidat mendore. Gjëja më elementare, për shembull, shumë njerëz që punoj kanë varësi nga droga, nga buçosi, nga çrregullimet emocionale që konsumojnë energji, para dhe potencialin e tyre. E qartë, Toni, ti tha diçka të rëndësishme që për shkak ndoshta të një mungese të caktuar emocionale, njerëzit këtë ngushëllimin e gjejnë tek paraja. Një diçka shumë të rëndësishme që duam një këshill nga ana jote para se të kalojmë tek ajo se si të shpenzojmë, cila është mënyra e duhur për të kursyer paran? Së pari është mënyra që të krijosh një mendim të forcuar të kursesh 10% të çdo paraje që të vinë në çdo muaj. Dhe ti harrosh këtë sen. Të mos thosh se kur jenë të duan para të shkosh te para që i ke shpenzuar. Po të krijosh punë, të krijosh diçka që të vinë më tepër para. Domethënë është të kesh një sjellje dhe një fokus çdo muaj të shpenzosh 10% të paras. Po si ndikon stresi në këtë rast kur jemi te kursimi? Stresi bën çrregullim mendor. Domethënë çrregullim mendor, po gjithashtu çrregullim të emocioneve. Dhe kur njeriu shkon nëpërmes stresit, normalisht nëse ti ke para,
ti dëshiron të përmbushit atë shpraktësi ose atë ndjenje që shtresi ta bie dhe mund të shkosh në restoran, në pushim, të blesh një çantë ose të dalish me shoqërinë dhe të pish ose të marrësh drogë. Domethënë, stresi ndikon te mënyra në të cilën ti përcakton se si i bën vendime ditore për financat tua. Okej, Toni na tregoi se si me kursy, Malbora na tregon se si mi shpenzu. Që nuk është shumë e komplikuar besoj. Toni preku disa pika që emisioni do na zgjas deri nesër në mëngjes, ishin gjitha shumë interesante edhe absolutisht vërteta. Unë do të qëndroj tek vendimet emocionale. Blerja në tërësi dhe shumë kompani e kanë kuptuar, sidomos mbas koronës, është një akt emocional. Dhe konsumi ka filluar në mënyra nga më të ndryshme ta influencojë këto të njerëzit. Do më thënë, të luajnë edhe me pjesën psikologjike për të harxhuar lek. Është shumë e rëndësishme, por unë babai më është këshilltar financash, unë jam vërë 2 pyetje, është 85 vjeç dhe i kam thënë 2 pyetje, kam thënë si ti pasuroj klientët e mi. Ka thënë shumë e thjeshtë, shpjegojnë të mos harxojnë aq sa fitojnë. Mirë, por ne kemi dhëna sjelltas, kemi dhe klientë që janë në borxhe shumë të mëdha që duhet të ndihmojmë të nxjerrim nga aty dhe kam thënë si të ndihmoj të dalin nga borxhet. Përsëri thash është e njëjta matematikë, të harxojnë më pak, se po duhet të jesh në harximin netar, duhet të jesh strategjik. Duhet të kesh një overview. Tani madje ofrohen dhe shumë app të ndryshme ku të harximet mund të monitorizohen, plus nuk e di sistemi si është në Kosovë, po për shembull në Gjermani ka edhe shumë harxime që ne mund të bëjmë që mund të zbresim nga taksat e të tjera. Domethënë dhe relata me shtetin në këtë rast është tepër e rëndësishme për të ditur ligjin. Domethënë duhet të kesh shumë informata dhe pjesa e të ardhurave është absolutisht shumë serioze, sepse kjo përcakton standardin e jetesës edhe përcakton absolutisht edhe të ardhmen tënde ose kualitetin që ti ke një jetë. Në fakt se kur fillon me mbajt shënime, pasaj të ndihmon pak edhe në menaxhim, sepse i kthesh edhe shikon ku ke shpenzu edhe ndoshta herën tjetër nuk i bën gabimet e njëjta, Leo. Po, pikërisht kjo diçka tjetër që unë e kom vrejt që ndikon shumë në shpenzimin e pamotën, është edhe ky që është të u bë trend edhe që s'ka munol. S'po besoj që ka munol është pagesat që bëhen online edhe me kartel. Domethënë në momenti kur ti nuk shpenzon, po, ta jap ndjesin që si të shpenzu kur gjë. Domethënë ti ndoshta i ke ble 3, 4, 5 sene, po të njëjtën ku i kit njëtat parën, kuleta 5 kështu që ashtu në vetdije tonë je që okay, s'kam harxhuar sot kur gjë. Edhe kjo po ndikon mandej shumë që të mirë kupton, a? Shumë e vërtetë. Kjo po ndikon shumë mandej edhe për tek domethënë tek harximet. Diçka tjetër që unë mendoj se ndikon shumë në qoftë menaxhimin e parëve, është edhe mënyra që na i fitojmë ato. U përmend edhe më herët realisht këto mënyra që ku na bazohemi. Shumë prej neve bazohet hajt se edhe nëse harxoj krejt sidomos trit, hajt se e kom babën, hajt se marr te familja, ose tash është edhe ky trendi hajt se marr kredi ose i marr me këste ose çdo kuft ajo, edhe në një mënyrë ose në një tjetër po ja bëjmë grupën vetes. Domethënë po bjen ato që ti nuk llogarit më veç në vete, po e ke edhe dikon mbrapa që suporton pak. Domethënë i shkon shumë më e mirë dhe shumë më logjikshëm nëse çike ishin ndërprej, sidomos tek trit. Po thon prapë se ndoshta ata që janë më të vjetërve që kanë kaluar këtë fazë dhe dinë ç'është me menaxhu mandej me parën shumë më mirë se sa na qena më të ri. Po mendoj që është shumë e rëndësishme që me i qit vetes limitet, me ja vendos vetes limitet edhe me i kallëzu çiki për çet muj, gjeno mandej. Funksionon me çeto, po jo me kqyr edhe për opsione të tjera. Po, në fakt tu Leon fal se po ndërpres hyn ajo që tha Amiri që nga fillimi pavarësia financiare, se në momentin që ti vendos që krejt ardhurat e tua të kemi shfrytzuar veç për vete dhe s'kemi kërku prej kërkujt, ajo është pavarësi, pra që nuk pret prej prindve me të financuar. Mandej kjo ndikon ajda edhe në ato që ti zhvillohesh si person. Në momentin që ti e sheh që në fund të muajit ose në fund në 3, 4, 5 muaj nuk nuk po mbledh shumë parë, e sheh që nuk po dalin parët kur del një telefon i ri me e blej ose me shku me bosh shopping ose me bëni pushim, automatikisht aktivizohet nevoja për me punu më shumë. Aktivizohet nevoja me telefona se sa ka dalë 17. Vjen nevoja me gjet një punë të re, me gjet një biznes, me bëni biznes. Do të thotë zhvillohesh ti njëri për me përmbush fillimisht nevojat e tua, mandej në normal çka do të vjen më shumë se sa
Nevojat është Toni, pra në thelb mund të duket e thjesht, por nga ajo që po kuptojmë nga secili prej jush që po flisni, pra ka një moment kur njerëzit kanë nevojë edhe për një ndihmë profesionale sa i përket çështjes ndaj paras. Kur është ky moment që një person duhet ta kërkojë këtë ndihmë? Momenti kur njeriu vetë diesohet që realitetin që jeton nuk përkuthet me gjëran që mendon. Dhe me thënë, nëse ti mendon se dëshiron të kesh një liri financiare dhe një liri ekonomike, por realiteti jot nuk ta tregon këtë sen, dhe me thënë, nëse shef shprehjet ditore, nëse shef se si i harxhon parat çdo ditë dhe çka ndodh çdo ditë, çdo javë në fund të muajit, ajo është alarmi i parë që njeriu të vetëdijsojë që të krijone aftësi financiare dhe të ndryshone psikologjinë për një të ardhme më të mirë të vetës. Do me thënë, shumë njerëz që konsultojnë kreditore flasin shumë fjalë të bukura kur vin nga ana e paras dhe ata dakordohen me fjalën. Po kur vin te ana e veprës ditore, do me thënë asgjë nuk dyshon. Do me thënë, çdo gjë që në këtë emision jam duke ndëgjuar këshilla shumë bukura për çdo të ri në Kosovë dhe në trojet shqiptare, janë këshilla që nëse i zbatojmë ne çdo ditë, nga dalë ne fillojmë ndryshimin e psikologjisë tonë. Do me thënë, ne duhet të investojmë posaçërisht rinia në një epokë ku zhvillimi artificial është një nga zhvillimet më të mëdha prej momentit kur e zhvilluam elektricitetin. Ne duhet të ngrim inteligjencën financiare, të i lexosh dhe të investosh para, kohë dhe mund dhe energji, të dish mënyrën se si financat zhvillohen. Do të thënë, ka shumë mënyra dhe disa u përmendën në këtë emision. Dhe ta dim se ku jena në çdo moment. Shumica e njerëzve kur punoj, kur va parashtoj 100 pyetje, ata vinë dhe e kuptojnë me veten se thellësia e dijes financiare është shumë e ulët. Po Toni, me çke shumë klient. Po me çke klient dhe ke kontakte, se po ndalemi tash pak tek rastet konkrete, edhe tek Malbora dhe Leo kalojmë tani. Një rast konkret me një klient për sa i përket çështjes së paras, që mund ta ndash me ne. Për shembull, një klient që jam duke punuar këtë javë, është avokat. Avokat që punon për një firma që ndau Princes Diana. Do me thënë një avokat tepër i mençur dhe që është duke pranuar shumë para për rrogën e tij, cifra me 7 cifra. Por jeta e atij, do me thënë probleme që u krijuan, është duke shkuar nëpërmes divorcit, probleme me fëmijë që kanë varësi tash, do me thënë to sende që ndodhin në jetën e përditshme të njeriu, shumë shpejt mund t'ja hupin lirin financiare në borç. Dhe me thënë, menaxhimi i gjithë problemeve të klientit momentalisht që janë duke punuar, po gjithashtu duke punuar edhe me ish gruan e tij dhe me fëmijët e tij, tash fillojnë të rregullojnë dhe të mendojnë se si ky proces duke janë të shkuar, janë duke ndryshuar gjithë financat dhe dikush tjetër është duke marrë financave. Dhe me thënë, streset e ndryshme që i vinë një njeriu, mos menaxhimi i këtyre streseve shumë shpejt, edhe me miliona më pas ti mund t'i humbish. Dhe me thënë, gjatë këtij procesi tash ata i hodhën avokatët që u kushtoheshin me miliona dhe u fokusuan që me njëri tjetrin të krijojnë një rrugë që të bashkohen si çift, ose të mund të ndahen me dashuri dhe pa komplekse që ndanja e dy njerëzve vinë. E qartë. Malbora, kur e ke fitu lirin financiare? E tha më herët që ka qenë një rrugë e vështirë nga ajo që më herët. Basë nuk kam fituar ende. Ashtë nga të regon ti. Unë lirin financiare e kam fituar para shumë vitesh, por kam dëshirë edhe këtë pjesë ta tregoj, për shkak sepse nuk duam të tregojmë gjithmonë gjëra të rozë dhe janë të bukura, pasi një dështim shumë të madh financiar që unë e kam bërë. Domethënë, për këto gjëra që ne sapo flasim, unë nuk i kam lexuar në libra, por në të vërtetë edhe i kam përjetuar vetë, sepse kam marrë disa vendime që nuk kanë qenë të drejta në mënyrën se si unë interagoja me të ardhurat e mia. Dhe aty unë parimisht do të ndryshoja një herë mënyrën e të menduarit edhe të përdorurit para dhe si të gjeneroj para. Në ato moment ka filluar përmirësimi im financiar. Edhe unë mendoj që jam një rrugë të dur,
për momentin, por çdo moment mund të jetë kritik. Toni e të bisedën një nivel tjetër, edhe më pëlqeu kjo pjesë, sepse nuk është çështja vetëm si harxojmë, nuk është vetëm çështja se si interagojmë, por është si ta mbrojmë. Sepse për shembull ne në Shqipëri dhe në Kosovë nuk e kemi mentalitetin e krijuarit një kontratë martësore në momentin që ne sillim një pasuri me vete. Dhe mund të jetë ka shumë njerëz si avokati në Angli që ka gjetur një rrugë të përbashkët me gruan, por ka dhe shumë të tjerë që nuk e duan atë dhe mund të dëmtojnë nga ana financiare. Dhe ti në një moshë, po kapim një shembull, 45 vjeç, 50 vjeç, me fëmijë të rritur, ose akoma për të rritur, edhe si mashkull në tëra, sepse në shumicën e rasteve femrat qëndrojnë në shtëpiat e tyre, është një dëm shumë i madh financiar dhe nuk mundesh ti në moshën 50 vjeç të fillosh prapë nga fillimi. Është pothuajse e pamundur. Kështu që edhe mbrojtja e pasurisë që ke krijuar është absolutisht legitime. Edhe njerëzit duhet ta mësojnë dhe duhet ta komunikojnë. Duhet ta komunikojnë, sepse unë mendoj që gjërat që edhe komunikohen bën njeriu një marrëveshje paraprake, edhe madje mendoj që edhe jeta në çift shkon akoma më bukur. Kur ka kontrata. Patjetër që po. Leo, ti natyrisht ke eksperienca të tjera, je edhe më i ri në moshë nga gjithë ne këtu. Jo, sa është sot në këtë kuptim, që thash edhe me Shava, për ta fituar këtë lirinë sot, a është më e vështirë? Kemi edhe një presion të madh të rrjeteve sociale për cilin flitet shumë, kështu që ti në këtë pikë si je edhe si jeshe, a është vështirë sot një i ri ta fitojë lirinë financiare në Kosovë? Realisht mendoj që po, Amer, kjo vjen edhe si pasojë e mos edukimit duan që na bëhet prej anës të prindve, sa i përket këtij aspekti. Prindët tonë vinë prej një gjenerate, mandej kjo punë është zinxhir, puna e prindit me fëmijët. Ata vinë prej një gjenerate ku janë rritë nëpër familje tradicionale dhe menaxhimi i parës është bërë veç prej një individit për krejt familjen, kështu që ndoshta edhe shumë prej prindve akoma nuk dinë se çysh menaxhohet para, dhe ata kanë arritë deri këtu veç përmes eksperimenteve që i kanë bërë me njëjtet e tyre. Kështu që edhe tek fëmijët mandej ndikon kjo që mos me ditë me i eduku mirë, qysh me e zgjidh këtë problem financiar. Kjo është një prej arsyeve pse të rit sot kanë të lashe, prind shumë pak i folin në këtë aspekt, shumë pak i edukojnë qysh me e fitu, edhe qysh me e rujt, si përgatisin për sfidat që vinë. Mandej i ka dhe probleme të tjera, një prej tyre normalisht është edhe kjo puna e rrjeteve sociale, ku na mësohemi me po të ushetite, të mbajt veshje të shtrajta, ndërsa në anën tjetër na nuk i kena mundësit financiare për me arrit deri aty. Sigurisht zhvillimi i shpejt na jena dal një shoqëni që jena dal prej një kohë shumë të keqe, kam fjalën prej luftës, disa familje kanë rrimet shpejtën me u kap, me u ngjit në ndërsa disa tjera janë met më poshtë, mandej kjo sigurisht që krijon konflikte. Një gjë që mua më ka bërë shumë përshtypje ka qenë kom dëgju gjatë një ligjërate të një prej hoxhallarëve tonë, i cili e përmend punën e të rive, sidomos ai ka fjalën për djem, kur thotë se shumica e djemve që marrin rrugë të keqe për me fitu parën, qoftë përmes trafikimit drograve ose gjëra të tjera, është nga presioni i madh që ju bëhet prej prindve me dalë sa më shpejt tek parja. Domethënë te na prindrit e kanë atë idenë që si të bëhet djali me i qel syt që thojmë na direkt hajde tash me fitu parë, me pru parë të shtëpia, po në anën tjetër një presion shumë i madh, sidomos tek djemt të mëdhenj familje, që është direkt ajo ndjenja e përgjegjësisë ku je, si të pru kur gjën shpia ose gjanat e tilla. Mendoj që prind duhet me pas kujdes këtë rast. Nuk është e lehtë sot me bë parë, edhe ata të rinj që janë në për puna, nuk është që kanë mundësi me evonomin me atë punë, mjafton nëse e mbojnë veten për një kohë mandej me kalimin e viteve edhe me fitu më shumë që me u kujdes edhe për familjen. Kështu që janë disa gjëra që bëjnë që trisë, po, janë disa fakte që trisë. E fituarit lek është edhe çështje procesi. Domethënë nuk mund të jesh njëri i ri në moshën 18 vjeçe dhe të pretendosh të kesh të ardhurat si një person që ka 30 vjet që është në profesion. Duhet kuptosh në cilat rrethana ti jeton. Nëse ti vjen nga një familje që është e varfër me të ardhurat mesatare, duhet ta pranosh atë fakt. Kjo është pastaj pjesa e çështjes shëndetit mendor. Mund të kesh dëshirën përfituar, por të ardhurat mira nuk vijnë vetëm nga puna, vijnë fillimisht nga një arsimim i mirë.
Arsimimi i mirë dhe specializimi në vazhdimsi, duke praktikuar, duke i bërë pas zëvendësueshëm, duke i bërë dëshirueshëm dhe punë. Dhe pastaj fillon dhe rriten dhe të ardhurat. Tek ne në Gjermani thonë nëse i shkon lekut nga mbrapa, gjithmonë do të vraposh, duhet të bësh lekut të vitë nga mbrapa. Domethënë ai do të përqafojë të heqjes në këtë rast. E the shumë bukur. Për ta lidhur me këtë, po është një deklaratë se lidhet në përgjithësi realisht me temën tonë që njerëzit e kanë atë që meritojnë. Si na përkufizon këtë? Shumë e thellë kjo. Të lutem. Në shkencat spirituale, po gjithashtu nga shkenca, do me thënë, realiteti jon është pasqyra se si ndjena ne brenda vetës. Do me thënë, nëse ne kena këto kufizime dhe çdo problem që kena biseduar në këtë emision, është presion familjar, ose është jo arsimi financiar i fëmijëve dhe i prindërve, po gjithashtu i rrethit tonë, këto krijojnë një vete të rrejshme. Do me thënë, ajo, nëse ne nuk e kena atë vlerë që ne, do me thënë, përputhet me finansat që dëshirojmë, ajo është prap pasqyra brenda nesh. Do me thënë, ne nuk mund të meritojmë ma tepër para, sesa atë që ndjejmë në realitet me veten. Do me thënë, është ligji të heqjes, ose është ligji e ekuilibriumi, është ligjet e tjera që unë va mësoj çdo klienti se si ata lidhen me psikologjinë e tyre dhe me veprat e tyre ditore, ajo, do me thonë, përcakton sa para njeriu vin në jetën e tyre. Nëse ti nuk e rrit shërbimin për njerëzit që dëshirojnë të shërbesh, financat nuk do të rriten, pa marrë parasysh se çfarë bën ti. Po gjithashtu kur vin presioni të rinjve të ne, që e përmendet, do me thënë njerëzit që shkojnë nga ana e drogës ose mënyra të likshme që t'i ngrin parat shumë shpejt, ata i hubin shumë shpejt gjithashtu dhe rrezikojnë shumë gjëra të tmerrshme. Dhe është, do me thënë, përgjegjësia nuk është vetëm te prindëri, po përgjegjësia duhet të jetë te vetja 100%. Për shkak se gjithë ne kena prindër që u rritën me lutra, me trauma të ndryshme. Por, nëse ne mendojmë se prindi jon duhet të kontrollojnë mendimet tona, na jena ende të mbarur prej të tjerëve. Do me thënë, menaxhimi i vetës është ajo që neve mund të ndryshone atë kufizim të parave. A mendon që prindërit kosovar shqiptar në përgjithësi kanë një presion më të madh karshi djemve për ta fituar këtë lirim financiare? Po posaçërisht, ende të ne kena një dallim shumë të madh mes djemve dhe vajzave. Dhe është kjo gjithashtu të krijon një problem jo vetëm shoqëror, jo familjar, por gjithashtu shtetëror. Do me thënë ne kur shkojmë prej mendimeve mashkull ose femër dhe shkojmë në arsimin financiar, ne mund të ndryshojmë psikologjinë e gjeneratave të reja. E qartë. Mirë, jemi në rritë fundit, natyrisht Malbora, Leo dhe Toni, duam edhe nga një këshill të fundit, për gjithë ata të ri që po na ndjekin sot, që mbasi edhe kanë këtë problemin e qasjes me para, nuk din të kursejnë e gjana të tilla. Cila është këshilla juaj? Edhe shembull sot, deri tani sa është ora është 1:40 saktësisht. Sa i keni shpenzuar sot gjatë ditës për ta kuptuar sa jeni kursimtar? Atëherë, unë ende nuk kam shpenzuar asgjë. Të projshe. Leo ti? Jo në 3 euro, po. 3 euro. Nuk kam shpenzuar. Sa i ke shpenzuar sot në Londër? Sot deri tash? Deri tani, po. 27 funta. Me ty jemi. Unë këshilla ime do ishte ta shikojmë pjesën financiare si diçka më strategjike. Domethënë kërkon strategji, kërkon cold mind, një mendje të ftohtë financat. Nuk është një akt emocional, kështu që dhe është diçka që me padyshim duhet t'i referohen nëse nuk din ta bëjnë vetë specialistëve. Ka specialist, sepse ne folëm për individe, por gjë akoma më rrezikshme është biznesi. Sepse aty kemi dhe përgjegjësi për
qindra mira njerëz mbase të tjerë që marrin dhe rroga do ushqen me ta. Kështu që pjesa financiare është për mua është strategji. Po si që the edhe më herët Malbura, ndoshta njëri duhet përballet me ndonjë moment që nuk i ka ato që i ka pas dhe reflekton edhe pastaj inspirohet që të bëj më shumë. Por nuk duhet të jetë gjithmonë e tillë. Jo, patjetër që jo. Në Shqipëri kemi një shprehje thotë që budallai mëson nga gabimet e veta, i zgjuari mëson nga të tjerët. Kështu që mos dorëzohen, që të jetë kjo si një shtyrje që duhet bëjnë më shumë që herave tjera mos i ndodh kjo. Absolutisht, por nuk jam e parimit që ne duhet na ndodhi diçka e keqe, që të mësojmë vetë edhe të jo. Unë mendoj që ka qenë ky moment reflektimi për ti. Po unë mendoj që ne kemi mundësinë në rrjetet sociale të lexojmë, kemi mundësi të referohemi madje edhe pa pagesë, sepse marrim aq shumë informacion sot se si mund të përmirësojmë sjelljen tonë me të ardhurat, duhet thjesht të referohemi specialistët, besojmë, të kuptojmë, sepse ka mënyra të ndryshme se si dhe mund të investojmë, edhe mund të kursejmë, edhe mund të bëjmë jetë më të mirë nga njëherë dhe më pak para. Nuk është e thënë kemi shumë para. Vetëm duhet dim. Duhet të dish. Mu imi me marrë me çfarë thonë shikues në këtë moment, se kjo fraza e famshme që s'kemi nevojë me pas shumë, me pak. Veç me konë se bohen. Gjërat më të bukura, faktikisht gjërat më të bukura në jetë nuk kushtojnë gjë. Për këtë duhet jemi dakord. Gjithë besoj. Toni? Nuk më dëgjon. Një fjalë për të gjithë të rinjve. Dhe me thonë, mos kërkoni siguri tek puna, tek prindët, tek familja, tek shteti, tek partneri. Por gjeni sigurin tek vetja. Dhe me thonë, investoni të ngrini aftësitë tuaja financiare, por gjithashtu mënyrën si menaxhon mendjen tua, emocionet tua, parat tua, sjelljet e tua ditore. Dhe mësë tepërmi si menaxhoni kohën. Dhe me thënë, koha kur menaxhohet në mënyrë konsiose, ti mund të ngrish dhe rritish parat. Dhe gjeni një problem që mund të zgjedhni për një njeri. Ose nëse dëshironi të keni më tepër financat, sa më tepër investoni në dituri të ndryshme dhe që punoni me eksperta të ndryshme, me libra të ndryshme, me trajnime të ndryshme, mund të zhvilloni diturin dhe investoni në dituri të inteligjencës artificiale. Për shkak se ato që do të udhëheqin të ardhmen, janë njerëzit që adaptojnë shumë shpejt tash me diturinë e tyre dhe shfrytëzimin e inteligjencës artificiale të krijojnë produkte dhe shërbime që bota i duhet. Toni, faleminderit për sot. S'po të marrim më shumë kohë, do të kalojmë në studio. Faleminderit shumë. Përshëndesim, Toni. Leo, një gjë të fundit, se sot diçka fort pyetje edhe deklarata filozofike kemi pasur. Se po atë mbylljen që e bori Toni, Shqiponja. Na përshëndeti me Shqiponjë. Ja, tani të kemi ndalja. Faleminderit, Toni. Leo. E thash, sot edhe pyetjet edhe deklarata patëm shumë përmbajtësore dhe shumë të rëndësishme, kështu që po presim nga ti me ja jap një fund këtij muhabeti. Një nga popullor që ta vlerësojmë pak. E mira është që tash shumica kanë na po prej rilsave, kështu që i kanë të shkurta do me kanë kohë me dëshifruar mandej ato çka i kemi thonë. Mu më pëlqej më shumë të ajo që pore nuk duhet me njek, nuk është absolutisht gjoja më e rëndësishme njët, kena plotësane tjera që janë shumë të rëndësishme, cilat nuk duhet me ilononash. Këtë mirave është mësë më mënu me shku shpejt të këparja, dhe sidomos të këparja amove, kështu që gjonat që vinë shpejt, shkojnë shpejt. Ato që vinë kadal, shkojnë ma kadal. Që thep ma popullur që të na është një fjojtojnë, e të mirat vinë me tuba, e të këqijat pal vinë me tuba, e të mirat vinë kadal dashtë me fije. Kështu që ma mirë është ka pak e stabil se so shumë për njëherë me në obluku. E mira, kritë mira. Se shkështu me i menagjua ashtu me në arë për njëherë. Surprizë. E mira, kritë mira, që shku thute, është që parja me në njek neve. Po, me mujtë me orë. Jo napa. Faleminderit shumë Lea, faleminderit Malbora. Ata që i dojnë paret janë ma të ftoftë, janë ma egoista. Mendoni që shëndron kjo? Se dhe Malbora tha ma herët duhet me pas një mendje të ftoftë. Jo, nuk mendoj që janë më egoist. Shaka. Jo, nuk mendoj fare kështu. Ato kanë një sjellje të tillë, por mbase funksionet të ndryshme kërkojnë atë sjellje.
Kështu që duhet t'jemi, kur je i ftohtë edhe duhet bësh marrësh një vendim, duhet kesh dhe atë sjellje. Domethënë është një peck, një rol që ti merr në vendimet e tua, po absolutisht. Po nuk besoj, jo. Unë mendoj madje që unë mendoj që madje njerëzit të pasur janë edhe njerëz shumë të mirë. Janë të pasur edhe brenda, a? Po. Kjo është mendimi. Ku mi gjetë? Do t'i kërkojmë. Patjetër, i ndjekim. Faleminderit që ardhët sot për këtë temë. Faleminderit.